Hipotetikisht shkojmë në zgjedhje, shembull. Hipotetikisht, del zonja Osmani nga ana tjetër, a mund ta sfidoj zotin Kurti zonja Osmani si politikane aktive? A presni sfidë nga ajo si po e quaj kështu, ndoshta si një Tregu politik është i gjerë dhe i thellë, domethënë pranohet gjithçka. Edhe na jemi të gatshëm me u përballë me secilin politikan që i plotson kushtet dhe kriteret sipas ligjit për zgjedhje me kon kandidat me parti dhe A besoni që mund ta sfidoj zonja Osmani zotin Kurti? Në çfarë kuptimi? Sfidimin politik, kuptimin e votës, e mbështetjes. Larg jemi. Çfarë do thotë kjo? Larg jemi, pakrahasimisht jemi larg. Një pyetje. Vetëm pak, po ti po thush që janë liga të ndryshme? Ligat e ndryshme janë. Besoj që ligat e ndryshme janë. Okej, vetëm ta Besoj që ligat e ndryshme janë sepse unë e di edhe angazhimin e lëvizjes vendosje, e di edhe angazhimin e liderit të lëvizjes vendosje dhe kryeministrit se çka jemi në gjendje me punu për fushat edhe për zgjedhje. Pra, na 24 orë na ja lind dhe i rrit na për zgjedhje. Domethënë ne kemi problem. Zonja Osmani i priu 50%-shit parë. Ma mor pyetje. Të lëvizjes vetëvendosje. Ata mora ta vjedha çutin. Aspekt politik. Aman po. Jo, është mirë mi krahasuese. Në fillim më hazoja mu ta shtja këtij, nuk ka fort mirë kështu. Nuk është fort mirë. Jo, shikoni. Ajo e simbolizoi atë përbashkëtimin e madh. Edhe doni edhe Artani pajtohet. Nuk ka organizim politik. Moj men këtë që po them. Nuk ka organizim politik. Sikur se lëvizja vetëvendosje që punon dhe që ka terrenin edhe që e zotron terrenin gjatë fushatës edhe gjatë gjithë qeverisë së vetë. Për fushat nuk e di, për qeverisje lem për të dëshiruar. Nuk ka organizim politik që punon më mirë se sa lëvizja vetëvendosje. 2019 që është avantazh.